Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk mund të t'i jep të lamtumirën e fundit babait të tij Haxhi Thaçi, i cili u varros të martër në Skënderaj, por tashmë ka marrë leje për të vizituar varrin e tij. Mediat në Kosovë raportojnë se ish-presidenti ka mbërritur në Kosovë. Aeroplani privat me të cilin udhëtonte Thaçi është nisur nga Rotterdami në orën 8 dhe ka mbërritur në aeroportin e Prishtinës në orën 10. Nuk dihet ende se sa do qëndrojë ai në Kosovë. Gjykata speciale në Hag, në dhjetor të vitit 2024, ka ngritur akt akuzë të re ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, Bashkim Smakajt, Isnik Kilajt e Fadil Fazliut për veprat që lidhen me pengimin e drejtësisë. Bajraktari u shpreh se ditëve në vijim, dhomat e specializuara duhet të lejojnë lirimin e Thaçit për të marrë pjesë në tëpamet e babait të tij, Haxhi Thaçit. Babai i ish-presidentit Thaçi nderoi disa ditë më parë, pasi u raportua se gjendja e tij shëndetësore ishte e rëndë.